Hajtë tregom cile me zorë shkajtë e vraj. Përbës, ajo arë për qef, ajo arë për me votu. Kush më ka pru mu me zorë këtu? Pa ajo arë me votu, a... Po, i marë me votu, e. Apo thu që prej juve diasporve ja vlen me vendos për Kosovën tonë? Po, se vendosin da për vetë një për Kosovën, për vetë se cilë vendos. Nuk më varet vota jonë vetëm pse vi për diasporës. A doke të mjaftushme që aja që përna jepin ka 100 euro në muj? Unë në fakt nuk jam për diasporës, ku marrë me prit dikon, por ka 100 euro mos nxeni fjallin për bishti 100 euro. Ato, se cili shtetë që social i jepin ato. Apo doke që përna fëlliratin që të kohën e fundit ka 100 euro që me votuna për ta? Shqips, mas të ki gazetarë. A, fëll shqip. Di unë shko fëllirat. Ani, po na shtin me zorë, me bo diqka që na një herë në disa muj. Kush përsi me zorë? Na shtin me zorë që ta politikana. Pse? Po pse? Votu të kondushti. Ku kush përsi me zorë me votu kur kon? Po kush përsi me zorë? Pa hajtë tregom cile me zorë shkajtë e vraj. Cili politikanë ma i mire? Kush? Për kanë jeni jo? Që ata që votojnë shumicën. Po ti kalëzëm kush jenë që ata shumë? Që e merë shumicën ma i mirë jo. Po cili ma i mirë? Që ata që thute i ka me vendus? Cili dhe koftë? Kush është taj? Haj, Me ne hemnin? jo mëre po dihet, bot nish po dihet që kush po fiton mbi 50% që i ma i miri. Kush e ka fitu 51? Po rreshët loka, kush ka vetu? Kush ka fitu? Ka fitu Albin Kurti me vetë vendosjen. Po qaki me pyet, mo. Ata, do të mi respektu shumë Albin Kurti që ju pa hargjani pore për bileta. shumicën do të me respektu, jo një njeri, shumicën.